Ky është udhëkryqi ku është paralajmëruar ndërtimi i një ure të re dhe një rrethrrotullimi. Projekt që sipas kryetarit të komunës së Sarajit do të zgjidh problemin e komunikacionit në këtë zonë, por ndonëse tenderimi është paralajmëruar prej muajsh, punimet ende nuk kanë filluar. Prej vitesh, ky udhëkryq në hyrje të Sarajit mbetet problematik për pjesëmarrësit në komunikacion. Për zgjidhjen e tij ishte paralajmëruar ndërtimi i një ure të re dhe një rrethrrotullimi, ndërsa kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, në muajin prill në emisionin Debat në Shenja, kishte bërë të ditur se tenderimi do të hapej brenda 2 deri në 3 javësh. Dhe ja, një lem ekskluziv për emisionin e juaj, jo më larg se dje ishim në një takim të përbashkët me kryetarin e qytetit të Shkupit dhe se brenda mos them ditësh, brenda këtyre 2 javëve 3 bëhet hapja e tenderimit për urën e re dhe rrethrrotullimin në Saraj. Do me thonë, nuk bëhet rrethrrotullimi në urën ekzistuese, diku 100-150 metra më lart dhe kjo tjetë një lajm ekskluziv për emisionin e juaj. Do me thonë, ati problemit të kamotshëm të banorëve të Sarajit i vije zgjidhja. Por muaj më vonë, projekti ende nuk ka hyrë në fazën e punimeve. Ndërkohë, udhëkryqi ku pritet të ndërtohet rrethrrotullimi është një prej vendeve më të rrezikshme për shoferët që duan të kyqen nga rruga Panajot Ginovski në bulevardin Gjorgje Petrov. Qytetarët thonë se shoferët që vinë nga Kondova dhe fshatrat e tjera përreth e që duan të lidhen në udhëkryqin që çon drejt Sarajit kanë vështirësi të mëdha dhe shpesh ndodhin edhe aksidente. Ndërkaq, për të mësuar se në cilën fazë ndodhet projekti dhe kur pritet të nisin punimet, kërkuan përgjigje nga komuna e Sarajit dhe qyteti i Shkupit, por deri më tani nga asnjëri prej institucioneve nuk morën përgjigje.